Predikimin në këtë të dieltë të verbrit në katedralen Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë e mbajti hirësia e tij Imzot Nathanaili, i cili foli pikërisht rreth ungjillit të sotëm për mrekullinë e të verbrit. Fort lumturi, ungjilli i sotëm na tregoi mrekullinë e shërimit të verbrit. Me veçadi na foli. E para u bë mrekullinë e dytë, se farisejnë përregistrojnë mrekullinë dhe të spifin mbi Krishtin. E treta, për shpalljen e gocisme e të verbrit. Dy mrekullirat e fukisë hinore e dashurisë u bën tek i verbrit. Me mrekullinë e parë, mori dritën e syve. Me mrekullinë e dytë, u bë kucimtar brojtës i besimit dhe dëzmues i madh i vërtetës. Duke kaluar nga kendra e Jerusalemit Zoti me xhensin e tij, pa një njeri që kishte lidhur i verbrit. Xhensit e tij e pjetan Krishtin. Me shues, me të lindë ky njeri i verb, kush ka me katuar, ai apo prindrit e tij, dhe i shu i përgjik. As ai s'ka me katuar dhe as prindrit e tij. U lindi verbër për të shkakur tek ai veprat e mrekulluesme të fukis dhe të mërësisë së Perëndis. Me mrekullinë e parë i verbri mori shikimin. Krishti beshtyn postën e dhe bën baltë, i lien sytet e verbrit me baltë dhe i thot: shko dhe lau në vaskën e Siloamit. Dhe pasi u la o kthys duke shikuar, mrekullia u bën. Kjo është një nga vepra e Perëndis. E të sa betën të gjithë të çuditur nga kjo mrekulli dhe lavderojnë Perëndin, disa dijenin keqardhja. Dhe këta janë fariseët të ligët. Ata duan të përgjigjëstrojnë mrekullin dhe të sajnë Krishtin. Luftoni verbri i meparsëm dhe me drejtsimin e Perëndis, soli argumente bindese dhe vërtetoj ki mrekullin e bëri Krishti, si i dërguar i Perëndis, si biri Perëndisë. I verbi i meparsëm, fare i vetëm, fitoi dhe i turperoi farisejnë. Dhe përpara të gjithëve spali besimin e tij te Krishti. Farisejnë nuk munden ta besojnë këtë mrekulli. Për këtë sjajnë kundrejt Krishtit. Kjo ishte ajo që i interesonte. Spifrin kundër Krishtit se ai nuk respekton pusimin e ditës së shtunë. Deri këtu i verbri i seruar brohej. Me pas, ai vazhdon me sulm. Unë nuk pranoj që Krishti që me dhuroj sërish dritën e syve est me katar. Vetëm një gjedi, që isa i verbrë dhe risikoj sërish shumë pastër me fukin e Krishtit. Dhe me zete guxisem për para të gjithëve tha: e dim shumë mirë këtë gjithë, që Perëndia nuk i dëgjon me kataret dhe as nuk i jep fuki, këtë bëhet mrekulli. Vetëm ata që besojnë dëgjon Perëndia dhe i jep fukim dhe mrekullive. Konkluzioni im dhe besimi im është se nëse Krishti nuk ishte i dërguar i Perëndis, nuk të dimunde të mbente as mrekullin me të vogël. Me dëshmin e tij i verbri i byli gojët e farisenëve dhe ato e xhoran jashtë sinagogës. Krishti u voni një djeni për këtë që e xhoran jashtë sinagogës, për mënyrën me të cilën ai dëshmoi të vërtetën dhe kur e gjeti e pjeti. Ti beson te ky biri i Perëndis? Dhe i verbri përgjigjet: kush është o Zot i biri i Perëndis? Dhe Zoti i thot: e shikon përpara syve të tu, ai i cili po bashkë bizeton me ti në këtë moment. Dhe ai pasi u drejtua me shpirtin e shenjtë, i busur plot me mirënjohje dhe besim, edhe e tha: besoj o Zot dhe me të gjithë shpirtit tim, dhe u fal atij, si biri të Perëndis dhe Perëndi i gjithë fukisëm. Kjo është mrekullia e dytë që Krishti bëri tek i verbri. Mrekullia e para ishte në trupin e tij dhe e dyta në shpirtin e tij. Domethënë i japi syt e zemrës dhe të shpirtit.
I vebri i me parsëm luftoi kundër armikëve të Krishtit farisenëve, pa pasur frikë derisa i fitoi. Sembull të dricëm të dëshirës së mirë, përpjekur shpirtërisht dhe për të refier me guxim besimin dhe të vërtetës tonë, na jep sot i verbër i Ungjili. Kjo le të frumjazoj dhe le na drejtoj rrugën. Besimi është një dhuratë e Perëndis, por është edhe një çështje e lirisë son personale. Të parkrijuarit i besuar me tepër atyre që u tha i verb, e përdorin lirinë e tyre për të njohur të vërtetën, dritën dhe pavdeksin, duke i shkuar pas pa e drejtësisë, gënestrës dhe mastrimit të lingut. Spes edhe ne bejmë të nejtë nge, si edhe të tjerët. Nuk duam të kuptojmë se vetë besimi jënë na çel syt në dritë, në të vërtet dhe në jetë. Përkundrazi duam të fitojmë eksperiencën e errësirës. Pra, për këtë arsye ne bëjmë tringa dhe komplote të ndryshme. Spifim, shfrytëzojmë njerëz, lëm pa ndihmë ata që vuajnë. Pyetja që gjithmonë shtrohet para nesh është se si do të celim syt tanë për të besuar Krishtit dhe se si shikimi ynë do të jetë i pastër. Këtë të tërgjësohemi se cili është Krishti dhe çfarë kërkon nga ne. Kur Krishti e pyeti të verbrit, nëse ai beson dhe apo jo në mbirin e Perëndis, ai u përgjigj me hambi. Cili është ai o Zot që të besoj tek ai? I tha Isui, por e ke para ai që flet tani me ty, ki është? Ne vlezër nuk shikojmë Krishtin me skisat tona. E kuptojmë me anët të besimit, me shikimin dhe pamjen, që ai na fal për të kuptuar dhe për ta parë. Por kur i besojmë, kur e pranojmë me liritë e plot, atëre ne e shikojmë me syt mrekulinë që dodhi rreth nesh. Njerëz të bedohen, gjendje të ndryshojnë, armik të pajtohen, probleme pas zgjidhje të marrin rrugën e zgjidhjes. Në liturgjinë hinore, kur kungojmë trupin dhe gjakun e Zotit ton, ne psalm së bashku, pa më dritën e vërtetës, moram frimen kjellore, gjetam beset e vërtetës, duke ju falur trinisa së pandare. Besimi vërtet është dhurata e Perëndis, dhe pasojë e tij është të shikojmë dritën e vërtetë. Drita e vërtet vlezër të mi është falja e trinisë së sendë, që është një shoqëri dashurie. Ne që i falim trinisë jetë e prurëse, ftojmë të bëjmë përpjekja që të kemi një shoqëri të dashurisë edhe midis nesh. Të ecim në këtë botë me sigurinë, se mesira dhe njerëdasja e Perëndis nuk do t'i na braktishin kurrë, dhe të kemi si kelim ton veprat e dritas dhe të besimit. Besimi është të shpresosh në Perëndin, është lavdia dhe falënderimi i Perëndis dhe është një përpjekje e madhe për paqe, drejtësi dhe pajtim. Është siguria se Zoti është gjithmonë me ne dhe mesira e tij nuk do t'i na braktisë kurrë. Është mesira dhe dashuria e tij që do t'i gjale dhe gavari duke na falur dhuratën e jetës së papereduesme. Brojmë besim ton të krishterë, mande edhe në rastin me të vestira, nuk do të kemi frikë, sepse do të kemi gjithmonë aliat ton dhe diktë Perëndin dhe gjithfuqishëm. Kur mohusin e fien besimin ton, ne do të jemi indiferent. Kur materialistët blasfemojnë me urrejtje dhe ironizojnë persona hinor, misteret e hirsme të kisës sonë, a nuk do të pretestojmë? A kemi për të duruar fire të rendë? Do të tolerojmë me pasivitet të shurlumojnë dhe të talën feja tonë dhe të senda tona? Do të largohemi diferenca si prindrit e të verbrit? Ata në vend që të mbrojnë bamirësin e tyre Krishtin, kufizuan duke ju përgjigjur farisenëve me një fjalë, birë ju ishte i verbër dhe tani shikon.
dhe ikan me kokë të ullur, me frikë dhe duke menduar me perullja që të mos të aprisin me farisen dhe që të mos i debonin nga sinagoga. Përkundrazi, ne do të djekim shembullin e të verbrit të Ungjillit të sotëm. Pas të kërkojmë nga Perëndia fuqi dhe drejtësim hinor, do t'i vesim armat e dritës, siç thot Apostoli Pavli, dhe do të mbrojmë besim ton ortodoks. Pohoj besimit të Kristi kur marr pjesë në mistere hinore dhe në të gjitha shërbesat të shenjta, në të gjithë jetën si nderuese të Kisës, kur jetojmë në mënyrë të vërtetshme, me bindje ndaj lingit të shenjtë të Perëndis dhe ndaj vullnetit të Tij, kur bëj vepra të pelqira për Perëndin. Me bureri dhe guxim pra, të perapim dhe të mbrojmë besën tonë të kristere, jo vetëm me fjalë, por dhe me vepra dhe me çdo sakrifica personale të vejgjël e të mdhenë. Pohimi ynë le t'i jetë si interesuarit të Ungjillit të sotëm, të jetë si grave miroprurese që pa frikë shkuan te varri i Kristit për të lyer trupin e Tij me aromën. Dhe përfundimisht të jetë si miliona martirëve të Krishterë, kur me trimëri desmuan besën dhe për kushtimin e tyre të Kristi, duke përbuzur torturat e frikshme dhe vdekjen, të dëshmojnë besimin të Kristi në çdo rrethank që të ndodhemi. Ky është interesi junë, sepse kështu do t'i marrim bekimet e Perëndis dhe dhurata e Tij. Çdo i krishter ka detyrim që të bëhet me fjalët dhe veprat e tij dritë e Kristit, predikues i besimit kudo. Shembullin na jep sot ai që kishte lindur i verbër, që u shërua nga Zoti. Amin.